Pas ngritjes së shqetësimit në televizionin 6+1 Vlora nga përfaqësuesi i biznesit Filip Kaçaj, reagoi firma e cila po pastron kanalin e ujrave të larta të qytetit të Vlorës në lagjen Kushtrimi, e cila shkaktoi dëme të konsiderueshme në këtë biznes. Brenda vetëm pak ditësh, ajo ka kthyer gjithçka në gjendjen e mëparshme, duke vendosur parketin e ri, por edhe duke i paguar pronarit të këtij biznesi dëmet e shkaktuara në aktivitetin e tij, edhe për një javë që ai nuk ka funksionuar. Gjatë një prononcimi të dhënë për televizionin 6+1 Vlora këtë të njëjtë, administratori i subjektit Filip Kaçaj është shprehur i kënaqur në lidhje me reagimin në kohë të firmës, fal edhe publikimit të rastit në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Kaçaj falenderon televizionin 6+1 Vlora për impaktin si dhe për zgjidhjen e këtij problemi. U zgjidh, si përfundim, e bëri firma, gjithë shpenzimet janë të firmës. Jemi edhe falenderues për juve që erdhët, që e bët çik të madhe, se edhe mos ta bënin. Faleminderit shumë për 6+1-shin. Dhe firma na qëndroi në kohë rekord, e mbajti llafin që na tha. E ka riparuar, ka bërë mirë, deri tani më sa shumë, po s'doli ndonjë defekt. Po ma merr mendja është në rregull. Është në gjendje pune. Po i ri, na i parë, u shkul fare. S'ka ngelas një gjë. E vjetër është i komplet i ri, çdo gjë të re. Sa shkon me dhuni? Po 8.000 euro vajti. 8.000 euro. Veç sa çfarë është? Edhe shpenzimet e punës një javë të paguara. E keni hapur tani? Po sot fillojmë punën, e kemi hapur, kismet nesër është Barjami dhe gëzuar dhe Barjamin. Të punojmë sa më shumë tani. Të kemi dashuri dhe harmoni. Kjo do të thotë që dhe firma duhet të jenë më të kujdesshme. Patjetër duhet të jenë shumë të kujdesshme, se nuk janë të kujdesshme, nuk punojnë me rregulla, nuk punojnë me çfarë të them tani, e din vetë ata. Pasojat e atyre janë, i paguan punën e tyre.